Një raport i inteligjencës amerikane paralajmëron se Irani mund të rezistojë për muaj të tërë bllokadës detare të vendosur nga SBA-ja ndaj porteve iraniane. Sipas analizës së Central Intelligence Agency, Teherani nuk pritet të përballojë me pasojat të rënda ekonomike deri në fund të verës, pavarësisht presionit amerikan. Raporti publikuar fillimisht nga The Washington Post sugjeron se ndikimi i SBA-s ndaj Iranit mbetet i kufizuar, ndërsa vazhdojnë negociatat për t'i dhënë fund konfliktit. SBA vendosi bllokadën detare më 13 prill pas dështimit të bisedimeve me Iranin për zgjatjen e armëpushimit të arritur më 7 prill. Washingtoni synon të ushtrojë presion ndaj Teheranit për të ndalur veprimet në ngushticën e Hormuzit. Sulmet dhe tensionet në këtë rrugë strategjike detare kanë shkaktuar probleme serioze në tregjet ndërkombëtare, duke ndikuar në transportin e naftës dhe madhrave në nivel global. Ndërkohë administrata Donald Trump pret përgjigjen e Iranit ndaj propozimit amerikan për një marrëveshje që do të jepte fund zyrtarisht luftës.